Një shpërthim me tritol ka tronditur qytetin e Lezhës, pasi automjeti i një efektivi policie u bë shënjestër i një sulmi të dyshuar kriminal. Sipas detajeve të para nga hetimet, 2 persona të maskuar dyshohet se kanë bërritur me motor pranë automjetit të parkuar të efektivit të policisë, Gentian Gjeta, i cili shërben si agent në sektorin e krimeve në policinë e Lezhës. Autorët kanë vendosur lëndën plasë në automjet dhe më pas janë larguar pak metra nga vendi i ngjarjes. Pas largimit, tritoli është aktivizuar nga një distancë e shkurtër, duke shkaktuar shpërthimin që dëmtoi makinën. Pas ngjarjes, policia ka nisur menjëherë hetimet dhe po analizon kamerat e sigurisë në zonë për të zbuluar itinerarin e autorëve, të cilët dyshohet se kanë qenë të maskuar me skafandra për të fshehur identitetin e tyre. Efektivi i policisë, që ishte shënjestër e sulmit, është marrë në pyetje nga grupi hetimor. Ai ka deklaruar se nuk ka konflikte personale dhe se nuk ka asnjë dyshim konkret për autorët e mundshëm. Edhe nga verifikimet paraprake të hetuesve, rezulton se polici nuk ka konflikte të njohura, ndërsa pista kryesore e hetimit mbetet ajo e goditjes për shkak të detyrës. Kjo pistë lidhet edhe me operacionet e shumta që policia e Lezhës ka zhvilluar gjatë 2 muajve të fundit. Mes tyre përfshihet zbulimi i një kazinoje të paligjshme në qendër të qytetit, goditja e një magazine me kanabis ku asgjësuan mbi 1000 rënjë, si dhe disa operacione kundër armbajtjes pa leje dhe kontrole të shumta në territor. Hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve.